Jam grua. Statusi politik, social, ekonomik dhe kulturor I gruas shqiptare. Jam grua. Përvoja integruese. Balanca sociale dhe gjinore. Jam grua. Miq të Radio Tiranës, mirëdita. Nisim sot sezonin e ri të emisionit Jam grua. Do të vim edhe këtë sezon thuajse çdo herë me personazhe të spikatura grash, të cilat kanë ç'të përcjellin përmes mikrofonit ton dhe me shumë mundësi do të shërbejnë si modele për të gjithë ju që na ndiqni përmes valve tona por dhe në rrjetet sociale. Personazhi I sotëm vjen nga fusha e politikës, deputete e Kuvendit të Shqipërisë, për disa vite zëvendës ministre e një prej ministrive më të rëndësishme, Ministrisë së Punëve të Brendshme. Është diplomuar në degën biologji 5 vjeçare në Fakultetin e Shkencave të Natyrës të Universitetit të Tiranës, ku ka kryer dhe masterin shkencor me temë në aerobiologji. Që nga nëntori 2008 mban gradën doktore e shkencave dhënë nga Universiteti Worcester në bashkëpunim me Universitetin Coventry në Mbretërinë e Bashkuar. Prej vitit 1992 deri në 2002 ka punuar si biologe pranë klinikës së alergologjisë në QSUT. Lektore e lëndëve të shkencave të natyrës për vite me radhë, nga tetori 2005 ishte drejtore ekzekutive e Qendrës Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin. Nga tetori 2013 deri në 2017 qëndroi në pozicionin e zëvendës ministres së punëve të brendshme dhe koordinatore kombëtare për luftën kundër trafikimit të qenieve njerëzore. Është aktiviste e shoqërisë civile për promovimin e të drejtave të grave dhe barazinë gjinore, si dhe organizatore e shkollës verore Politikanet e reja, mbështetur nga Womankind në Mbretërinë e Bashkuar. Të nderuar miq, kam kënaqësi ta kem në studion e emisionit Jam grua, zonjën Elona Gjebrea. Përshëndetje Kozeta, ju falenderoj shumë për ftesën. Në fakt ka disa skaje në biografinë tuaj që unë përcolla në mënyrë të përmbledhur për dëgjuesit e Radio Tiranës. Ndërkohë që keni studiuar biologji, madje jeni kualifikuar deri në gradën doktor I shkencave, ju keni kaluar në politikë. Mendoj që nëse do ta kishit pasur aspirat qyshherët, me siguri që nuk do të ishit drejtuar shkencave eksakte. Në fakt sigurisht, ku kam qenë deri vitet e fundit, pasioni im ishte shkenca dhe nuk politika më dukesh diçka që nuk më takonte dhe ndoshta edhe pak larg, sigurisht si qytetare e këtij vendi e ndjeshme ndaj gjithë problemeve që vendi ynë ka kaluar. Por dal nga dal duke kaluar përmes rrugtimit dhe karrierës time, po themi shkencore, ndjeva që diçka më mungonte dhe në fakt rastësisht u ndodha në fushën e shoqërisë civile dhe në një aplikim për të konkurruar në një qendër e cila merresh me çështjet e të drejtave të grave dhe dhunën me bazë gjinore. E pash si sfidë, më kanë pëlqyer këto fusha dhe mendova që pse jo. Sigurisht kjo nuk do thonte një jo gjithë investimit tim që kisha bërë deri tani në fushën e shkencës. Kështu që fillova duke punuar në këtë qendër që merresh me çështjet, sikurse e theksova, çështjet e drejtave të grave, të fëmijëve në një kuadër më të gjerë, fushën e shëndetit riprodhues dhe nga ana tjetër nuk e lash pas dore dhe pjesën e shkencës dhe kalova si pedagoge në Universitetin e New Yorkut, duke qenë në një farë mënyrë edhe pak kështu si e qetë me ndërgjegjen time që gjithë investimi I bër nuk kishte shkuar, por tashmë kishte një ndërthurje të pjesës së shoqërisë civile me anën akademike. Jam shumë kurioze pse keni zgjedhur pikërisht biologjin. Biologjia është një shumë specifike, një lëndë shumë specifike, pak e zgjedhin. Biologjia kryesisht të krijoni den sikur është një zgjedhje për meshkuj. Keni pas ndonjë lidhje të vjetër që ju si thua që drejtoi tek biologjia? Ja, në fakt vi nga një familje mjekësh, kam dy prindrit mjek, gjyshin mjek, tezën e tjerë s'po futen tash në detaje dhe kështu që në një farë mënyrë mjekësia ka qenë pjesë e pasionit tim. Në kohën në cilën brezim konkuronte për universitet, nuk e di, besoj që I mban mend, nuk ishte mundësia që ne të zgjidhim siç kanë tani mundësi studentët për të zgjedhur degën e tyre, por ne jepnim 3 degë preferenciale dhe pastaj komiteti I partisë në atë kohë vendoste për degën bazuar dhe tek gjithë, po themi, kuotat apo edhe kërkesat e tjerëve. Unë nuk e di sepse kisha një siguri që do fitoja degën e mjekësisë dhe të dytën e kisha vënë pjesën e biologjisë duke parë që ishte shumë afër dhe më pëlqente. Në atë kohë në fakt sapo ishte hapur dhe dega e gjenetikës, dhe kjo është ajo biologjia 5 vjeçare që thuhesh në fakt. Dhe ishte në fakt shumë kurioze dhe mua më pëlqente shumë në fakt, aq më tepër që ishte një fushë pothuajse e panjohur.
Kështu që për te i mërzitjes që unë nuk arrita dot të vazhdoja mjekësinë, u gëzova për pjesën që të paktën isha përzgjedhur në degën e biologjisë. Dhe në fakt atëherë ishte biokimi, futesha në degën biokimi dhe mbas vitit të dytë studentët më të mirë kalonin në këtë degën 5 vjeçare. Ne kemi që 9 vajza në fakt që vazhduan pastaj në vitin e 5 të veçantë, që në vitin e dytë fillonim dhe merrnim leksione apo deg të veçanta dhe kështu në vitin 1991 u diplomova për biologji. Po ne kemi qenë të gjitha vajza, kështu që jo meshkë. nuk është. Po për ta ditur dëgjuesit, biologjia gjenetika 5 vjeçare kanë qenë elitare në atë kohë, sikurse dhe fizika. Dhe me sa di edhe sot katedra, nëse do të quhet apo departamenti i biologjisë, është shumë avangard në Fakultetin e Shkencave të Natyrës. Mund të them që është një nga departamentet të cilët kanë lidhjet më të konsoliduara me universitetet jashtë vendit. Të gjitha në fakt shoqet e mia të asaj kohe, disa janë jashtë shtetit, në universitete shumë të mira, shkencëtarë të dëgjuara dhe në fakt dega e biologjisë jep mundësi të akomodohesh në shumë disiplina. Sikurse që kjo për shembull disiplina e aerobiologjisë që shumë pak veta e njohin, në fakt unë jam e vetmja brenda modestisë e specializuar në këtë deg, kam qenë në Suedi 1 vit për specializim, dhe është degë e cila merret me këtë studimin e poleneve dhe gjithë pjesëzave atmosferike që shkaktojnë alergji. Dhe tregon në fakt edhe një lidhje shumë të bukur ose tregon se si biologjia është një shkencë shumë e rëndësishme, disiplinë shumë e rëndësishme e cila ka nevojë ose duhet patjetër që të bashkëpunojë me shkenca të tjera për të arritur rezultate më të larta. Tashmë edhe në universitete shumë të njohura, po kryhen studime në Angli për shembull për përmend studime të thelluara që kanë të bëjnë me grup kërkuesish, të cilët përfshin biolog, matematicien, fizikantë e kështu me radhë. Dhe në këtë rast biologjia, aerobiologjia është një disiplinë e cila tregon lidhjen shumë të bukur të biologjisë me mjekësinë. Pse zgjodhët Britaninë për të studiuar për studimet universitare tuaja? Më fal, doktorale. Po, studime doktorale. Faktikisht un kam konkuruar nga bursat që jepte, jam domethënë përfituese bursës Chevening që quhet, që Ministria e Punëve të Jashtme të Mbretërisë së Bashkuar jep për shtetet të caktuara dhe sigurisht është një bursë shumë prestigjioze. Unë konkurova pas 10 viteve duke punuar në klinikën e alergologjisë, ndjeva që kisha nevojë për një ndryshim dhe në fakt sapo ishte krijuar Ministria e Mjedisit me sa mbaj mend në atë kohë, kam konkuruar vitin 2001, 2002 arrita që të fitoj bursën dhe mendova që do ishte mirë që të bëja një zhvendosje drejt, po themi, fushës së ambientit. Kështu që konkurova pavarësisht se tashmë në klinikën e alergologjisë kisha punuar tek pjesa e aerobiologjisë, arrita të fitoj këtë bursë dhe kështu që vajta në Angli, nuk e di më ka joshur edhe im shoq ka kryer masterin në Mbretërinë e Bashkuar dhe për arsye të caktuara kemi pasur edhe disa miq shumë të mirë, cilët në një farë mënyrë më inspiruan drejt këtij vendi të mrekullueshëm. Ju keni dashur të studioni në Angli, po dhe të qëndroni në ato fillime kur nisët aplikimin? Unë jam në fakt një nga ato persona cilët mund të kem dalë shumë herë jashtë shtetit, edhe në kohra të vështira, por asnjëherë nuk jam tunduar nga dëshira për të ndetur jashtë shtetit. Si është e mundur? Cilat janë nuk e di, këto janë gjëra në fakt shumë të çuditshme, të cilat janë ndjesi që njeriu i ka ose nuk i ka, disa lidhje të veçanta misterioze që një vend ka me vendin e tij, ashtu si e shikon ai mënyrën se si është rritur, ashtu si e shikon ai vlerat e vendit, ashtu si e shikon lidhjen me familjen, me shoqërinë e kështu me radhë. Unë nuk kam dashur. Asnjëherë nuk keni joshur, asnjëherë, përkundrazi, kam kaluar një periudhë shumë të vështirë kur gjithë shumë nga miqtë e mi mbas viteve 90 hikën me anije dhe mbaj mend bilesa të natë të tmerrshme, të cilët edhe afër shtëpisë time dëgjoja hapa, njerëz që vraponin etj dhe ishte një gjendje vërtet që nuk dua ta kujtoj sepse më krijoi një gjendje shumë të keqe, aq më tepër që shumë nga shokut apo shoqet tona të asaj kohe u larguan. Dhe nuk jam joshur asnjëherë dhe jam rritur në një familje me shumë dashuri dhe kam menduar që gjithmonë duhet të kontribuoj për vendin tim. Dhe ndoshta kjo është një arsye që unë në momentin që më dha mundësia për të kontribuar si pjesë e kabinetit të qeverisës, pavarësisht hezitimeve, mendova që ky është momenti që dhe unë mund të kontribuoj diçka. Pavarësisht se kur futesh brenda ti e kupton që je një pjesë fare vogël e oqeanit dhe gjërat nuk janë aq të kollajshme sikur se i shikon nga jashtë. Po unë duhet të qëndroj pak ke Britania. Ju mbaruat studime doktorale atje dhe u kthyet në Shqipëri. Ndikoi Britania tek ju? Ndryshoi diçka në jetën tuaj?
shumë. Nuk e di se sa herë duhet ta them fjalën shumë. Më ka ndërçuar mendjen, më ka bërë që të shikoj shumë gjëra me një këndvështrim tjetër. Sigurisht atëherë duke ardhur edhe unë vija nga një eksperiencë pune, pra kisha 10 vjet që punoja dhe duke punuar, ndoshta kam patur fatin se kisha edhe një udhëheqëse të doktoraturës të mrekullueshme, një shkencëtare vërtet që ishte në fakt ishte studente e profesor Jean Emberlin, po atje pastaj shikon dhe i ridimensionon shumë gjëra. Mënyrën se si ke punuar, mënyrën se si e prorët kanë vendosur, po themi, marrëdhënie me varësit, mënyrën se si ti dëshiron që ta shikosh të ardhmen tënde, atë lirin që ke në çdo gjë dhe mundësitë e panumërta që t'jepen. Në fakt ky është pak zhgënjim, se në mundësitë unë ndoshta jam me fat në një farë mënyrë kam pasur mundësi për të ecur në karrierën time, nuk i kanë mundësinë të gjithë kështu dhe është dhe gjithmonë them që ka një kombinim të fatit, pavarësisht se fatin e kërkon, thuhet. Po më ka ndihmuar shumë që vërtet të jem një pak më ndryshe, shumë e hapur, shumë më kërkuese ndaj gjërave, por edhe duke kërkuar dhe menduar që gjërat të cilat do t'i kërkosh mund të bëhen realitet. Dhe kjo është ajo mundësi, domethënë që në fakt ose ajo diçka që njerëzit duhet ta kërkojnë ndaj vetes. Duhet të jesh gjithmonë kërkues dhe asnjëherë të mos tepesh. Kjo mendoj që është një nga gjërat të cilat unë mendoj edhe ja jap edhe vajzave të mia. Asnjë gjë nuk është e kollajshme. Kombinimi i punës me fatin sigurisht është e rëndësishme. Po përgjithsisht kur marrin gradën doktor shkenca, sidomos në vitin që e keni marrë ju, por edhe për gjithë kualifikimin, për gjithë ato që ju keni mbaruar shkollën profilin 5 vjeçar të biologjisë, të krijohet ideja që ajo që ju do të jeni në të ardhmen është fusha e akademisë, fusha akademike, që do jeni pedagoge. Pas doktorit të shkencave vjen profesori asociuar, pastaj profesori, ju këto pse i lat në gjysmë? Domethënë, unë të jetë mirë duke dhënë mësim, duke qenë lektore. Ja po të them një sekret për shembull, që nuk është se e kam ndarë shpesh, sepse është një moment që edhe ndoshta nuk dua ta kujtoj, po në momentin që unë fitova këtë bursë, që thash është prestigjioze, maksimumi 6 deri në 7 studentë shqiptar arrin që të marrin këtë bursë në vite bëhet llogaria vet. Kështu që vërtet isha shumë e nderuar që arrita të merja këtë bursë. Dhe në momentin që mora këtë bursë, qendra spitalore për arsye të papritura për shkakun nuk më harruajti vendin e punës. Në ndoshta edhe rrugtimi im do kishte marrë tjetër kthes nëse unë do ta kisha këtë vend pune dhe do vazhdoja të punoja aty. Në momentin që kjo mundësi mu pre, atëherë unë isha e detyruar që të shikoja mundësi të tjera. Dhe mendova që ana akademike, duke investuar me projekte kërkimore, do të ishte një përputhje shumë e mirë me ato pritshmëritë mia mbas marrjes së doktoraturës në 2007. Kështu që fillova tek Universiteti i New Yorkut. Në fakt që nga 2004 unë vija her pas here 3-4 muaj se më duhej të mblidha dhe mostra dhe duke qenë që kisha edhe familjen dhe vajzat këtu, kisha edhe një fleksibilitet nga udhëheqësia që të bëja edhe një pjesë të punës kërkimore këtu. Kështu që komunikova atëherë me të ndjerin profesor Gramos Pashko, i cili më mirëpriti në universitetin e tij dhe sigurisht më inkurajoi dhe me shumë ide për sa i përket pjesës së shkencës. Kështu që e gjeta veten shumë mirë aty, duke punuar në departamentin e matematikës, e shkencave natyrore. Dhe gjatë asaj kohe arrita që edhe të sjell disa projekte kërkimore për Universitetin e New Yorkut. Kështu që u plotësova në një farë mënyrë dhe e vazhdova dhe pjesën që kisha, po themi, aspiruar, duke publikuar edhe shumë artikuj apo duke shkuar në konferenca të ndryshme shkencore. Unë deri në vitin 2011 kam qenë në mënyrë të rregullt, kam shkuar në gjitha konferencat jashtë shtetit, po tani sigurisht kam marrë një tjetër drejtim dhe sa e rëndësishme është të shkojnë këto konferenca? Shumë e rëndësishme, aty merr të gjitha të dhënat ato, po themi, informacionet më të fundit që kanë të bëjnë me disiplinën që ti punon, një kolegë të ndryshëm, mund të shikon mundësi për të futur në projekte të ndryshme. Është domosdoshme që pedagogët e sotëm të gjithë të shkojnë në konferenca në mënyrë absolute, patjetër. Në fakt me keqardhje ajo që shikoj unë është që dhe në një farë mënyrë është edhe pjesë asaj çfarë unë kam kaluar gjatë këtyre viteve. Nëse do që të arrish diçka në pjesën e shkencave, patjetër që kjo nuk arrihet vetëm. Ti mund të bësh maksimumi deri në një farë pike, pasi të duhet patjetër mbështetje me kapacitete laboratorike, po e them, por patjetër edhe punë në grup. Teamwork thon anglezët, apo jo vetëm anglezët, po kudo është çelësi i suksesit dhe pikërisht kjo është ajo gjëja e cila unë ndjeja që më mungonte dhe që nuk arrija dot që ta realizoja. Ndoshta po të kishte edhe këtu një universitet apo një laborator të specializuar sikurse në vende të tjera dhe unë do të isha tani afër një mikroskopi duke
duke punuar. Por nga ana tjetër mendoj që kam arritur në një stad të caktuar, ka një kalendar polenik, të cilën mjekët alergolog e përdorin dhe sot e kësaj dite, cila është prodhuar kur unë kam punuar në klinikën e alergologjisë, dhe ky është një kalendar shumë i vyer sepse i ndihmon pacientët për të parë, për të ditur kur e kanë atë periudhën, në radhë të parë duke ditur nga kush ju vjen alergjia, po flasim për pjesën e bimëve, dhe të shikojnë periudhën e pjalmimit, të shikojnë periudhën kur është kulmi i lulëzimit të bimës përkatëse, në këtë mënyrë dhe ata vetë instruktohen nga mjekët për hapa të mëtejshme. Kështu që mendoj që në një farë mënyre kam dhënë kontributin tim, sigurisht dëshiroj që shkenca apo disiplina e aerobiologjisë të vazhdojë dhe më tej, sepse sikurse e theksova edhe një herë është një tregues shumë i rëndësishëm se si shkencat lidhen midis tyre. Jam grua. Zonja Gjebreja, deri këtu duket udhëtimi juaj shumë i natyrshëm. Rritni nga një familje mjekësh, madje 2 brezesh, dhe më pas ju bëheni një biologe dhe e kualifikuar. Aktivizmi juaj nga buron. Shkencën e kuptojmë nga buron, aktivizmi nga buron. Nuk e di, unë edhe studente kam qenë aktive. Nuk e di, në familjen tonë është folur hapur, është diskutuar për probleme të ndryshme. Prindrit nuk na kanë mbajtur me ato klishet apo larg diskutimeve që bëheshin, sigurisht patjetër me disa, po themi, filtra që i takonin dhe kohës, po themi, të komunizmit. Por nga ana tjetër kemi qenë të hapur, kemi diskutuar probleme dhe ndoshta kjo lloj lirshmërie më ka bërë dhe mua më të lirshme për të qenë kritike ndaj shumë situatave, gjëra të cilat i shikoja që nuk ishin ashtu siç duhet. Kështu që në një farë mënyre në shumë momente unë ndjeja që doja të thoja diçka, doja që zërim të dëgjohesh, jo detyrimisht ishte një zë, po themi, në publik, por që të kishte një forcë ndaj gjërave që vërtet më revoltonin. Dhe sidomos kur ishte puna për sa i përket çështjes dhunës në familje, trafikimit që ka qenë shumë i rëndësishëm në shumë vite etj, dhe një problem domethënë prehës për shoqërinë shqiptare. Unë kam qenë në mënyrën time aktiviste. Kanë qenë prindrit tuaj reagues? Më kanë mbështetur gjithmonë. Babain tim e kam krahun e djathtë edhe sot e kësaj dite, edhe në për sa i përket shumë zhvillime të caktuara apo që të më japi edhe një këndvështrim ndryshe. Ndonjëherë të duhet edhe, po themi, ai këndvështrimi edhe i prindërve apo i babait, pavarësisht se i takon një kohë tjetër, por që në një farë mënyrë janë realistë dhe janë të vjen nga njerëz të cilët të duan të mirën dhe vërtet duan që vajza e tyre të bëjë më të mirën dhe të kontribuojë për këtë vend. Kështu që pavarësisht e theksova, zërimi është një pikë në oqean, por nëse ne të gjithë do të rim pasiv, atëherë kjo shoqëri nuk do të ketë zërin kritik, nuk do të ketë edhe njerëz të cilët duan vërtet që të kontribuojnë për të mirën e shoqërisë. Tani dua t'ju bëj një pyetje që do doja një përgjigje të sinqertë. Pra jeni midis, mund të quheni zonja e shkencës e jetës akademike, pasi keni, si thua, investuar në atë fushë, ndërkohë që jeni bërë një zonjë politikës, zëvendës ministre e Ministrisë së Punëve të Brendshme, deputete e Kuvendit të Shqipërisë. Nga brenda, Elona, si ndjek më mirë shpirtërisht, në njërin anë apo në anën tjetër? Tani, dua ta ndaj pjesën e ekzekutivit. Po, kuptoj dhe do t'jap patjetër një përgjigje të sinqertë, nuk ka arsye pse të jetë ndryshe. Fakti, pra, që unë 4 vite kam punuar në Ministrinë e Punëve të Brendshme, sigurisht ka qenë një periudhë shumë e bukur e jetës time. Unë kam mësuar shumë, kam mësuar gjëra shumë të ndryshme, gjëra të cilat nuk i dija. Kam provuar edhe veten, se sigurisht kisha një lloj skepticizmi në momentin që fillova punën, me ato, po themi, hezitimet nëse unë do të mundja ta bëja dot këtë gjë. Gjithmonë i kemi parë ministra, zonës ministra si persona të pushtetshëm, që janë ndryshe, nuk e di, ndoshta edhe egzageruar çik ajo vela, domethënë e pushtetit që t'jep kur e shikon nga jashtë. Kështu që kisha një lloj hezitimi dhe e kisha edhe një sfidë për të provuar dhe veten time. Por nga ana tjetër, sikurse e thash, edhe doja të bëja maksimumin çfarë mund të bëja për të kontribuar brenda hapësirës që kisha. Kështu që kam dhënë më të mirën dhe e kam shijuar pjesën e punës që kam bërë në grup me ministrin dhe me gjithë ekipin që ne kemi punuar gjatë atyre 4 viteve. Atëherë ndjeni më mirë këtu, pjesa e ekzekutivit, pra, është një pjesë e bukur, ka dinamizëm, ka sfida, ka adrenalin, ka lodhje, ka stres, janë të gjitha bashkë. Pjesa e legjislativit është një gjë tjetër. Nuk e kisha provuar sigurisht edhe këtë. Me thënë vërtetën, viti i parë ka qenë një vit që unë ndoshta
nga që kërkoj gjithmonë nga vetja dhe gjithmonë mendoj që nuk bëj më të mirën, mund të kisha qenë edhe më aktive ndoshta, por ishte një vit i vështirë sepse më duhet që ta akomodohesha dhe ndërkohë të kuptoja veten ku isha, kush janë, po themi ato hapësirat ku unë mund të jap më të mirën dhe sigurisht të njiha më mirë dhe punën në këtë, po themi, vend shumë të rëndësishëm. Kështu që mendoj që Elona sot është shumë më mirë se Elona para një viti, pra 9 shtatori ku unë jam betuar si deputete për herë të parë në Kuvendin e Shqipërisë, që sigurisht është një privilegj shumë i madh, edhe unë këtë ditë bëj më mirë që të përkushtohem me punë, nga Elona sot që mbas një viti ka një reflektim, ka një analizë, ka një pasqyrë të asaj çfarë ka bërë dhe sigurisht tani e tutje unë duhet bëj akoma dhe më shumë se ç'ka bërë. Është një gjë tjetër, edhe kjo është punë shumë e bukur, por nuk është e kollajshme që ti të pozicionohesh në atë vend që do dhe që ndoshta dhe publiku pret. Për gjithë rrugtimin tuaj, unë do t'ju kisha dhënë zëvendës ministrit të arsimit, sepse dhe sidomos për të rregulluar pjesën e kërkimit shkencor në universitete. Meqense ju jeni një nga ata që e keni provuar vetë se ç'është kërkimi shkencor, si duhet mbështetur, si duhet financuar etj. etj. Por ajo është një çështje tjetër. Ka shumë persona të cilët shkencëtar, akademik, të cilët mund të bëjnë shumë më shumë në pjesën e arsimit. Flas për zgjedhjen e zëvendës ministre e Ministrisë Brendshme. Unë do t'ju kisha vënë zëvendës ministre të arsimit. Por ka një por të madhe këtu. Zëvendës ministre e Ministrisë së Brendshme ju jeni dhe koordinatore kombëtare për kundër trafikimit të qenieve njerëzore. Pra, jeni pikërisht aty ku ju keni kontribuar dhe vetë në mënyrë të lirë për të mbrojtur gratë, sidomos gratë e dhunuara dhe trafikuara. Ju ka rënë rasti të takoni gratë të tilla? Po, shumë. Biles një nga vizitat e mia të para jashtë dikasterit ka qenë pikërisht në këto qendra të cilat ofrojnë ndihmë për viktimat e trafikimit. Aty kuptova më mirë edhe gjithë realitetin dhe pikturën, që ndonjëherë nuk kuptohet dhe nuk është e dukshme, dhe që është shumë e dhimbshme se sa ajo që mund të jetë përmes statistikave apo raporteve. Por nuk jam mjaftuar vetëm me këtë, kam shkuar në shumë vende, në Angli, në Francë, ku kam parë, kam vizituar edhe qendra ku viktimat e trafikimit shqiptare janë të akomoduar atje. Është një fakt punë që unë kam dhënë maksimumin dhe gjithnjë me atë dëshirën për të kontribuar më shumë. Fusha apo lufta kundër trafikimit personave është një luftë e vështirë, shumë komplekse, përfshin shumë institucione, përfshin shumë fusha të cilat duhet koordinohen. Keni parasysh që administrata është pak apatike dhe nuk është kollaj që të mobilizosh të gjithë zinxhirat që bëjnë të mundur punën me dinamizëm dhe me efikasitet, por nga ana tjetër unë kam parë aty se si mund të dhënohet, se si jeta e një gruaje, një vajze mund të cënohet dhe mund të kalojë në ekstremitete të cilat ndoshta nuk të shkon mendja. Kam marrë shumë gëzim, por kam marrë dhe shumë hidhërim, pikërisht nga kjo lloj përballje me realitetin dhe me fakte dhe mendon se si ka mundësi kjo shoqëri këto. Kjo shoqëri e jona që deri në 90-ën bazuar mbi vlera, burri mbronte gruan, mund të shkojë mendja që një kushuri për shembull të trafikojë kushurinë e vet, etj. Pra, kam parë historika më të ndryshmet dhe me thënë të vërtetën thash ka dhe shumë keqardhje në këtë drejtim, por jam e gëzuar sepse kemi arritur që me anë të disa nismave ligjore ne të përmirësojmë jetën e shumë vajzave dhe grave të cilat kanë qenë të trafikuara, por që kemi mundur t'i kthejmë nga kjo rrugë. Kështu që gjatë 4 viteve bilanci i Ministrisë Punëve të Brendshme në luftën kundër trafikimit personave është një bilanc që anon drejt shumë nismave pozitive, të cilat janë vlerësuar në fakt dhe nga raportet e Departamentit Amerikan të Shtetit, Komisionit Evropian etj. Por që asnjëherë nuk mjaftojnë me kaq, pra duhet në mënyrë të vazhdueshme të punohet dhe sikur se theksova, çelësi është që të bashkëpunojnë të gjitha institucionet së bashku në mënyrë që të kemi sa më pak vajza të trafikuara apo në risk për trafikim. Sipas mendimit tuaj personal, gratë e trafikuara apo të dhunuara, a kanë një tipar të përbashkët apo një karakteristikë të përbashkët, diçka që i bashkon, që këto lloj janë qenie të tilla? Pyetje e bukur. Në përgjithësi janë vulnerabël, kanë një histori ku ato
që janë të pamundura për të siguruar jetën e tyre, që vijnë nga një familje e cila mund të ketë edhe abuzuar me to, apo me një pamundësi ekonomike, një ndryshim, konfrontim të fortë kulturash etj. Pra, në një farë mënyrë janë vajza të cilat nga pamundësia, jo vetëm ekonomike, por edhe mënyra se si ato janë rritur në konfrontim social ndoshta në ambientet e tyre, i detyron që të gënjehen dhe të kërkojnë një jetë më të mirë në disa raste, në shumicën raste nuk e dinë që janë drejt një mashtrimi apo një risku shumë të madh për jetën e tyre. A kemi ne studime në nivel të lartë, do të thosha, pikërisht për gjendjen e këtyre grave dhe vajzave në mbi bazën e të cilave të ndërtohen politika? Kemi studime, në fakt janë të pamjaftueshme krahasuar me dinamizmin që ka të bëjë me këtë fenomen, dhe mendoj që edhe studiuesit duhet t'i japin më shumë fokus, punojësit social, punojësit e shëndetit, gjithë akademikët, për të kuptuar më thellë këtë problematik. Por në një farë mënyrë janë bërë studime, qoftë edhe nga organizata ndërkombëtare, në bashkëpunim dhe me Ministritë e Linjës, por mendoj që vërtet pyetja juaj është me vend, ka nevojë ndoshta edhe për studime më të thelluara. Miq të Radio Tiranës, jemi në emisionin Jam Grua. Personazhi sotëm është ish-zëvendës ministrja e Ministrisë së Punëve të Brendshme, deputetja e Kuvendit të Shqipërisë, zonja Elona Gjebrea. Ne jemi përpjekur që ta zbresim zonjën Elona në atë, si thua, privatësinë e saj, në individualitetin e saj, por nuk po ja dalim. Gjithsesi, ky do të jetë një blok tjetër pyetjesh që besoj që ne do të njohim në këtë rast jo vetëm zonjën Gjebrea, po thjesht Elonën. Jam Grua. Unë do doja të dija të ndanim, domethënë, pjesën e privates me pjesën e profesionale, së detyrës, do të thosha. Si është ky raport në jetën tuaj? Në fakt, çfarë kam arritur deri tani, sigurisht nuk do të vinte nëse nuk do kisha mbështetjen e familjes. Dhe më është dashur që shumë herë me vite, me muaj, me ditë të ri jashtë Shqipërisë, po të mos kisha mbështetjen e bashkëshortit, prindërve, vajzave, prindërve së bashkëshortit e tjerë, unë nuk do të arrija dot që t'isha kjo që jam. Kështu që me këtë rast dëshiroj t'i falenderoj, pasi gruaja e ka shumë të rëndësishme ta ketë mbështetjen e familjes dhe të bashkëshortit e tjerë. Kështu që jo gjithmonë ndodh kjo. Madje për këtë arsye një pjesë e mirë grave nuk mund ta bëjnë këtë gjë. Dhe ndoshta edhe vetë gratë vetë sakrifikohen me atë, duke menduar që shiko se detyra ime tani është pjesa e familjes edhe unë arrita çfarë arrita, familja është e rëndësishme. Në fakt dhe unë kam qenë në një dilemë të vështirë, sidomos fakti gjatë kohës që unë isha në Mbretërinë e Bashkuar dhe që vajzat i kisha 5 vjeç, më duhet të vija të rija me muaj të tërë jashtë, por kam pasur, thash, një mbështetje shumë të madhe, por edhe një mirëkuptim. Ajo profesore që unë jo më kote përmenda ishte nga ato gratë që të kuptonte. Dhe kuptonte sa rëndësishme është karriera për një grua, por aq rëndësishme edhe familja. Kështu që duke më ka mirëkuptuar dhe gjithmonë duke dhe besuar tek puna ime, më ka dhënë dhe hapësira që unë të qëndroj edhe afër familjes, pavarësisht se gjatë asaj kohe doktoraturën e zhvilloj atje. A e bëni dot ju rolin e bashkëshortes pikërisht tani me këtë lloj detyrash që keni? E bëj, po mendoj që nuk e bëj kështu 100% mirë. Ndoshta dhe jam përkthjelur tash me këtë mbështetje që kam, por nuk abuzoj me këtë gjë në mënyrë absolute. Kështu që mundohem të paktën në fundjavë të jem afër familjes, pavarësisht se kam një keqardhje se tani që për shembull mund të jap pak më shumë kohë, këtë vit sidomos, vajzave ato janë rritur dhe nuk kanë aq shumë dëshirë të rinë me maman. Po. Kështu që si keni qenë pak si nën? Nuk e di, duke rritur në këtë ambientin që theksova me mjek, egzagerohen disa gjëra dhe bësh çik si më e kujdesshme se ç'duhet, kështu që jam pak anksioze kur vjen puna tek pjesa e shëndetit, edhe ndoshta egzageroj me atë përkujdesin, por mendoj që nga kjo nuk vjen asnjë gjë e keqe, kështu që jam një çik pak si më, nuk jam e shkujdesur, dua të them, biles vlerësoj gjëra të cilat ndoshta nuk duhen vlerësuar. Po në raport me komunikimin, si është konfidenca që keni me vajzat tuaja? Jam shumë e hapur, kemi një komunikim shumë të mirë. Unë kam 2 vajza binjake, në fakt, të cilat nuk ngjajnë me njëra tjetrën, janë 2 karaktere të ndryshme, por që ne kemi gjetur një komunikim shumë të bukur. Kështu që jam me fat në fakt që i kam vajza aq të mira.
Jeni ju e hapur, ato më ato janë të kuptojnë, hapur? tani janë shumë të hapura, biles tani janë gjendje edhe domethënë tani kanë disa vite, por që sa vjen edhe shikoj pjekurinë e tyre, edhe për çështje të ndryshme, edhe të politikës që ti ndonjëherë të duhet edhe ajo, edhe ai mendimi i tyre kështu naiv apo spontan. Jam çonditur biles me disa momente me pjekurinë e tyre për situata të caktuara. Për të bërë prindin, keni qenë spontane apo keni zgjedhur ndonjë model që keni dashur ta përdorni? Ja, kam qenë vetvetja, nuk sigurisht gjithmonë vajza djali kanë model prindin, dhe gjithmonë përpiqen që të gjejnë atë, por pa asnjëherë nuk e gjen 100% atë model. Por që mendoj që kam një komunikim shumë të mirë me bashkëshortin, jemi si shok të mirë, që kuptohemi shumë mirë dhe që mbështesim njëri tjetrin për situata të caktuara, kështu që mendoj që kemi një familje shumë të mirë dhe familje shumë të qëndrueshme. Nuk ka pasur momente të vështira në komunikimin tuaj me vajzat gjatë këtyre viteve, sidomos në adoleshencë? E di kush është komunikimi i vështirë, ndoshta do të jetë kështu si taksive e çuditshme, po pjesa e atë që në ato nuk kuptojnë se sa e rëndësishme është për shembull ushqimi. Është kjo mosha fëmijët të cilët i pëlqejnë këto gjërat, patatet, gjërat kështu fast foodet, etj. Dhe nuk e kuptojnë që duhet një kombinim i gjithë grupimeve ushqimore që ato të rriten të shëndetshëm, por që edhe në fakt të përgatiten për një periudhë tjetër të jetës. Dhe kjo është në fakt një gjë e cila mendoj që nuk e kam fituar 100%, përpiqem her pas here u dërgoj biles edhe në telefon artikuj të ndryshëm me të tjerë, ndoshta egzagjeroj dhe unë me ato. Thjesht për të rritur vëmendjen që sa ato duhet të jenë të kujdesshëm ndaj ushqimit, edhe apo e kombinuar me ushtrime fizike. Kështu që kjo është një gjë që mendoj që nuk kam arritur, ashtu sigurisht edhe më shqetëson fakti që se si rinia e sotme harxhon kaq shumë kohë pas telefonit dhe pas televizionit, dhe se si po i humbet komunikimin me librat. Në shtëpinë time ka shumë libra dhe unë jam dhe vetë nuk më pëlqen as librat elektronik, nuk dua ta kap librin, ta lexoj të lëshënime, rikthehem edhe një herë etj. Dhe në fakt edhe vajzat e mia shikoj që ju po i humbasin këtë komunikimin me librin, pavarësisht se unë përpiqem që të mundohem pra që tregoj se çfarë vlerë dhe çfarë dobi e ka libri dhe sa e rëndësishme ato ta kenë këtë marrëdhënie. Duket po vjen një epokë mendoj e unë. vështirë. Ndoshta tash edhe neve mund të kemi ato gabimet tona, se gjithmonë ne krahasojmë brezin e tanishëm me brezin ton dhe brezi ynë atë kohë nuk ishte disa gjëra të tjera, ndoshta prandaj dhe po themi vëmendja ndaj librit ishte shumë e egzageruar apo e përqendruar. Nuk e di, janë gjëra komplekse në fakt, po që nga ana tjetër nuk është puna vetëm thjesht e humbjes me librin. Qëndrimi në celular ka shumë pasojë të dëmshme. Për këtë jam e bindur, kështu që nuk duhet egzageruar, pavarësisht është një mjet i rëndësishëm komunikimi. Të gjithë ne kemi celularin dhe nuk rrim dorë dot pa atë, por duhet një balans. Kështu që jam pro atyre prindërve të cilët vendosin një regjim strikt në familje dhe i heqin komunikimin me celularin apo me televizorin fëmijëve. Kjo duke u bërë në një mënyrë natyrshme, jo me një, po themi, duke treguar dhunë edhe në lidhje me këtë. Më kanë rasti të lexoj studime sociologjike të cilët, si të thuash, nënvizojnë që fëmijët në 90% të rasteve dhe më e mira që duhet bëjnë është të vijojnë në profesionin e prindërve. Nuk e di vajzat tuaj? Kjo është një dhimbje për mua, se aq më tepër sigurisht edhe Kosova ka një bibliotekë shumë të pasur që vjen keq që nuk mundet dot të përdoret aq shumë. Vajzat e mia nuk e kanë pasion këtë pjesën e shkencës, kështu që është dhe ajo ndoshta edhe puna që bëhet edhe në shkolla në lidhje me këtë. Kështu që janë studentë. Pse nuk donin të ndiqnin udhën tuaj? Nuk e di, ndoshta unë kam dështuar që të tregoj atë. Jo, nganjëherë ndoshta ngarkesa juaj rreth kësaj ka bërë që ato të bëjnë të kundërtën? Nuk e di, bas edhe duke përqendrimi i vëmendjes ndaj shkencës fëmijët e kanë informacione gjithandej, shikojnë tregun e punës, shikojnë mundësitë që janë, sigurisht edhe në kontekstin e realitetit shqiptar. Kështu që mendoj që edhe ajo fakti që të punosh, të investosh në shkencë këtu është një gjë e vështirë dhe ndoshta edhe një mision shumë herë edhe i pamundur, mund edhe kjo krijon ato tërheqjet e veta, pavarësisht se po themi mundësitë e brezit të tanishëm janë shumë më të mirë se sa të kohës sonë. Të dyja i kam studentën në financë, gjithsesi janë profesionin e babait të tyre më shumë, kështu që mendoj që gjithsesi
do të kenë mundësi që ndoshta të kenë një kombinim. Tani në fakt ka mundësi, nuk është e thënë që diplomosh në një deg dhe detyrimisht ngelesh ngushtësisht ajo deg, kështu që kanë mundësi ndoshta me master apo me kualifikime të tjera që ta zgjerojnë një çik atë degën e tyre, por kjo ju takon atyre. Ato duhet të kuptojnë më mirë çfarë mund të bëjnë më mirë dhe ku mundet ato ta gjejnë veten e tyre. Zonja Gjebrea, ju bëni shkencë, ju bëni politik, ju bëni aktivizëm. Si argëtoheni? Më pëlqen argëtimi. Ne fakt jemi një grup miq, po themi 4 grupe miq pra të ngushtë, të cilët përpiqemi që her pas here të paktën një herë në muaj të mblidhemi së bashku dhe të krijojmë çik divertiment vetes tonë. Më pëlqen deti, më pëlqen udhëtimet, më pëlqen muzika. Çfarë i pëlqen te muzika? Çfarë privjesh muzikore ke? Thjesht ndoshta nuk jam të kjo klasika, ndoshta kam ato nostalgjitë e brezit tim, nuk është se jam kështu e apasionuar në mënyrë të veçantë, po themi mbas një rrymë muzikore, por thjesht më pëlqen. Se unë do kisha dëshirë që ne ta mbyllim emisionin tonë me një këngë, por që doja ta përzgjidhnit ju. Cila do të ishte ajo që do të përzgjidhnit? Kur të jesh mërzitur shumë, në fakt, kjo është një këngë e kushuririt tim Arditit, cilën e kam shumë për zemër. Është një këngë që mund të jetë pak trishtuese në fakt, por që gjithsesi është një këngë që dëgjohet kudo, nuk është haruar, është memorizuar. Mendoj pavarësisht se kanë kaluar shumë vite dhe pikërisht kjo është mendoj dhe bukuria e një këngë e cila vet testi i kohës tregon nëse i ka rezistuar apo jo. Kështu që mendoj që kënga Kur të jesh mërzitur shumë me tekstin e Dritoroa Gollit dhe me muzikën e Ardit Gjebres është një këngë e cila më vjen shumë për zemër. Dhe do doja pikërisht pra që të jepja një pikërisht këtë këngën, një këngë shqiptare pra dhe jo një këngë të huaj që ndoshta ju e prisni që unë t'ju thoja. Përpara se të transmetojmë këngën e fundit dhe të ndajemi së bashku, do doja t'ju bëja edhe një pyetje që më përmendët kushërinjt. Si mendoni raportet midis kushërinjve në këtë kohë që po jetojnë? A janë ato që kanë ndryshuar, a ekzistojnë më? Jo, për fat keq jo. Besoj dhe ju e mbani mend kur mblidheshim me kushurin, kur kishim ditëlidhet, kur shkonin për vizita tek njëri tjetri, sigurisht ka qenë jeta shumë e cunguar dhe nuk kishte ndoshta këto intensitet që ne kemi tani. Por kjo pavarësisht, unë edhe tani i ruaj marrëdhënie shumë të mira me kushurinë e parë, po themi, dhe i kam, po themi, motra dhe vëllezër shumë të mirë, që konsultojmë se jo për shumë momente të caktuara. Se nëse Arditi nuk do ishte ky që është, do ta kishit këtë raport me kushuririn? Po. Me Arditin, me gocën e Xhaxhait, me gocën e Tezës, me çunat e Hallës për shkakun që i kam në Francë apo një tjetër që kam në Itali. I ruajmë, komunikojmë vazhdimisht dhe pikërisht mendoj që edhe prindërit tan kanë luftuar shumë dhe jo luftuar, se ndoshta s'është fjalë e bukur, por janë përpjekur shumë që ne ta ruajmë, ta kemi këtë dashuri midis njëri tjetrit dhe të vazhdojë kjo marrëdhënie kaq e bukur. Tani familjet vijnë dhe bëhen më pak më të vogla, kështu që në një farë mënyrë fëmijët tan ndoshta s'do të kenë kaq shumë kushuri apo këtë lloj lidhje që ne kemi, por që është një kujtim shumë i bukur që unë e ruaj dhe që më vjen mirë që e kam, është një pasuri që ne kemi. Ne pa dashje, po bëm një mbyllje shumë të bukur, pikërisht me dashurinë dhe miqësinë midis të afërmve, e cila sot më tepër se kur ka filluar, si thua, të shkas nga pak. Ishte një kënaqësi e veçantë që ju kisha në studio. Më pëlqen që ne biseduam ndryshe nga politika dhe shkenca dhe njohëm, besoj, zonjën Elona Gjebrea të vërtetën, atë që është pas kuintave, do thosha. Falenderoj shumë Kozeta, se vërtet bëre një intervistë shumë të ngrohtë dhe më vjen mirë dhe të uroj sa më shumë suksese në punën tuaj fisnike. Të nderuar miq, ishte edhe për sot Jam Grua këtu në Radio Tirana. Unë i falenderoj shumë që na ndoqët. Së bashku me Lolën në studio, ju uroj të kaloni një fundjavë të mrekullueshme, ndërkohë që do të ndiqni këngën e Ardit Gjebreas, Kur të jesh mërzitur. Grua. Statusi politik, social, ekonomik dhe kulturor i gruas shqiptare. Jam grua. Përvoja integruese. Balanca sociale dhe gjinore. Jam grua.